Një lloj reagimi që qytetarët e Republikës Kosovës po e vazhdojnë ndoshta pas proceseve të cilat kanë kalu, pas fazave të cilat kanë kalu, pas asaj periudhe së pas luftës, mënyra e zgjidhjes problemeve realisht është kjo që ata që e preferojnë, e që fatkeqësisht normal që është mënyra e gabuar, mirë po nuk është vetëm shkaku i mënyrës që këta e zgjedhin, mirë po edhe ndoshta efikasiteti i institucioneve të sigurisë nuk e ka arrit atë pikën maksimale në mënyrë që këto raste mos ndodhin. Ose ne nuk kemi arrit me kriju një stabilitet edhe një besueshmëri në institucionet tona të sigurisë, e para në dy fusha. E para, qytetarët e Republikës Kosovës ende fatkeqësisht e kanë atë pjesën që nuk duhet lajmëru rasti për shkak të imazhit, për shkak të rrethanave, për shkak të fjalëve mundësisht që mund diskutohen nga persona ose nga të afërm, e duke tentuar që me hesht problemin, e përmendi edhe Donjeta tek rasti në Vushtrrin, ndoshta ka qenë në rast i cili ka pasur edhe kërcënime të vazhdueshme më herët, mirë po nuk është lajmëruar me kohë në institucionet të sigurisë për një arsye që ndoshta mund të përdoret qoftë nga familjarë, qoftë nga rrethi i ngushtë, e që fatkeqësisht po del që ato raste nëse ishin pa më herët, edhe nëse ishin diskutuar, nëse ishin raportuar në institucionet relevante, ndoshta do të ishte e mundshme që ai rast trajtohet më herët e nuk do të vinte deri në këtë moment kur kemi ardhur sot. Mirë po fakti që kultura jonë mirë ose keq na duhet me pranu këtë punë, kultura jonë ende e shes si çështje negative raportimin e këtyre rasteve, raportimin e këtyre problemeve, raportimin e këtyre ngacmimeve në institucionet e sigurisë, ne nuk kemi arrit me dalë përtej saj. Në mënyrë që raportimi, diskutimi edhe përballja atyre të cilët shkaktojnë kërcënime, atyre të cilët e pengojnë punën e dikujt tjetër ose mënyrën e jetesës së dikujt tjetër, me institucionet e sigurisë nuk është kurrë më shumë se sa zbatimi i ligjit. Por gjithçka na duhet me kuptuar që ajo është diçka normale. Mirë po ne ende nuk kemi dalë në atë pikë, në atë nivel, e fatkeqësisht duke tentuar me i hesht problemet edhe me i shujt këto probleme na po vim deri te më e keqja. Mirë po besoj që institucionet e sigurisë këto raste, kësaj radhe ndodhin në një periudhë shumë të shkurtër, ndodhen disa raste, mirë po është vështirë komplet fajin me hedhë vetëm te një pikë, sepse këto është çështja kulturore, mënyra e sjelljes, që na pretendojmë që ende nuk kemi dalë prej asaj mënyre të zgjidhjes së problemeve, ende nuk e kemi arritur atë besimin që duhet me pas në institucionet e sigurisë, ende nuk kemi arritur që problemet e mundshme në mes palëve që të zgjidhen përmes institucioneve, rrugëve institucionale, ndoshta edhe sanksionet jo të duhura për veprimet konkrete, është një ana ndër pika të cilat njerëzit po bëjnë veprime duke mos hezituar shumë, sepse fundja nëse kthehemi të kaluamën, sanksionet e mundshme për vepra penale nuk kanë qenë ndoshta adekuate në raport me veprën, përndryshe gjë do mendoheshin dy herë para se me bë diçka të tillë. Kështu që po besoj që institucionet duhet me marrë këta si alarm, mirë po jo në atë aspektin që me u përdor, shpresoj që nuk tenton që me u përdor qoftë politikisht, qoftë për grupeve të caktuara, sepse atëherë humbe edhe seriozitetin si momentum. Fatkeqësisht këto raste kanë ndodhur në të kaluamën, mirë po nuk është që kanë qenë një pikë kthejse që me ndërmarrë institucionet tona me ndërmarrë diçka konkretisht, qoftë me fushata vjedisuese, qoftë me ndryshimin edhe ligje për sanksionet e mundshme, sepse fundi janë dy gjëra të cilat na duhet me i pa. E para një vetëdisim tek qytetarët dhe e dyta një sanksionim për veprat e mundshme që mund me u bë. Nga që me ne tash